E po, le ta pranojmë, vendimet më të koklavitura në punë janë gjithmonë ato që lidhen me njerëzit, apo jo. Sot do t'i futemi thellë një kuadri, një metode hap pas hapi, që na ndihmon t'i përballojmë këto situata me shumë më tepër qartësi dhe vetbesim. Tani, imagjinoni pak të skenar, e kemi asur të gjithë. Një antar kyç i ekipit, dikush që ka qenë gjithmonë yll, pa pritur fillon të bjerë. Performanca e tij në rënje të lirë. Çfarë bëjmë? Cili është hapi i duhur? E largojmë, i ofrojmë trajnim apo thjesht mbyllim syt dhe shpresojmë që gjërat të rregullohen vetë? Pikërisht kjo është dilema që i mban zgjuar natën shumicën e menaxherëve. E dini si është reagimi i parë, ai instinktiv, shpesh herë na fut në telashe. Është shumë e lehtë të veprosh me nxitim, por në vend të kësaj, ne do të ndjekim një proces me 4 faza. Mendojeni si një busull që na ndihmon të dalim nga kaosi dhe të arrijmë në një vendim jo thjesht të qartë, por edhe të drejtë dhe të argumentuar mirë. Mirë, ja ku është harta jonë. Do të fillojmë me fazën 1, mbledhja e informacionit. Pastaj, faza 2, analiza e sinjaleve. Më pas, faza 3, përdorimi i gjykimit dhe në fund, faza 4, marrja e vendimit. Përfundojmë me një përbledhje të gjithë procesit. Gati, le t'i futemi punës. Pra, faza 1, mbledhja e informacionit. Kjo është themeli i gjithçkaje. Dhe qëllimi këtu është shumë i qartë. Na duhen fakte, jo opinione. Të dhëna konkrete, jo thashteme. Por ç'do të thotë kjo realisht? E po, mendojeni sikur jemi detektiv. Detyra jonë është të mbledhim prova, të dhëna që mund t'i verifikojmë, dhe jo vetëm nga një burim, por nga sa më shumë të mundemi. Ideja është të ndërtojmë të gjithë mozaikun, jo të fiksohemi vetëm pas një copse të tij. Dhe ja ku është dallimi i madh, bardh e zi. Të thuash, ai punonjës është dembel. Kjo është një etiket, një opinion, nuk na çon askund. Por të thuash, nuk dorëzoj 2 raportet e fundit në kohë, ka ardhur vonë 3 herë këtë muaj. E po, këto janë fakte, janë konkrete, mund të maten, dhe pikërisht mbi këtë lloj themeli ndërtohen vendime të shëndosha. Okej, po si e bëjmë këtë? Së pari, flasim me njerëz të ndryshëm, intervista, vëzhgime, raporte. Së dyti, i bashkojmë të dhënat. Numrat na tregojnë çfarë po ndodh, por historitë dhe komentet na tregojnë psen, thelbësore. Dhe e treta, privatësia është çeçi. Njerëzit do të flasin hapur vetëm nëse e dinë që biseda është konfidenciale. Dhe së fundi, dëgjojmë me vëmendje njerëzit që janë në vijën e parë të zjarrit. Ata kanë informacionin më të saktë, pa filtra. Mirë, i mblodhëm të dhënat. Tani kemi një mal me fakte, por faktet në vetvete janë thjesht zhurmë. Tani vjen faza e dytë, ku i kthejmë këto të dhëna në diçka me kuptim. Kalojmë tek analiza e sinjaleve. Analiza është tamam si të lidhësh pikat. Këtu marrim gjithë informacionin e papërpunuar dhe fillojmë të kërkojmë modele, tendenca, lidhje, gjëra që ndoshta nuk duken në pamje të parë. Po përpiqemi të kuptojmë historinë e madhe që fshihet pas detajeve të vogla. Le të marrim disa shembuj. Kemi disa komente negative andek tej, vëmë re një rritje të lehtë të vonesave, dhe papritur 2 njerëz japin dorëheqjen. Nëse i sheh veç e veç, secila prej këtyre gjërave mund të duket si një rastësi, mund t'ja anashkalosh lehtësisht. Por, pikërisht këtu, hyn në lojë analize mirëfillt. Kur i bashkon këto pika, pamja ndryshon. Ndoshta nuk është problemi tek një individi vetëm. Ndoshta këto sinjale të vogla po tregojnë një problem më të madh, një problem kulturor ose sistemik. Dhe kjo na bën të ndalemi e të pyesim, a është problemi vërtet tek ai personi apo ndoshta problemi jemi ne? Pra, e gjithë faza analizës përmbledhet në një pyetje të vetme, por thelbësore. Pse? Pse po ndodh kjo? Të kuptuarit e pses është gjithçka. Okej, kemi faktet, kemi një ide se pse po ndodhin gjërat. Tani hym në pjesën më të ndërlikuar, faza 3, përdorimi i gjykimit. Këtu gjërat bëhen më subjektive, më njerëzore, dhe detyra është të peshojmë opsionet, por duke lënë mërnjan para gjykimet. Gjykimi është pikërisht kryqëzimi ku logjika e ftohtë takon emocionet njerëzore. Është momenti kur duhet të balancojmë faktet, të mendojmë për pasojat e çdo veprimi dhe ndoshta gjëja më e vështirë nga të gjitha, të jemi të sinqertë me veten për paragjykimet që kemi. Mirë, si mund ta përmirësojmë gjykimin? 4 hapa të thjeshtë. 1. Ngadalso. Mos merr vendime të nxituara, sidomos për gjëra të rëndësishme. 2. Kërkoj një opinion të dytë. Pyet dikë që e respekton. Si do të veproje ti në këtë situatë? 3. Bëj një check-in me veten, apo tregohesh më tolerant me dikë vetëm sepse e pëlqen si person? Duhet sinqeritet këtu. Dhe 4. Mendo për efektin afatgjat.
Një vendim i gabuar sot mund ta shkatërrojë besimin e ekip për një kohë shumë të gjatë. Dhe kjo na shtyn të bëjmë një pyetje të rëndësishme për veten tonë. Cili është ai paragjykim mendor që na ndikon më shpesh? S'ka nevojë për turp, të gjithë kemi pikat tona të dobta. Vetëm fakti që i identifikojmë është hapi i parë dhe më i madh për ta menaxhuar atë. Mirë, kemi kaluar 3 faza, kemi mbledhur faktet, i kemi analizuar, kemi peshuar opsionet, tani ka ardhur momenti i vërtetës. Faza e 4 dhe e fundit, marrja e vendimit. Këtu fjalët kthehen në vepra. Po, vendimarrja është momenti final, por nuk është një vendim i marrë kuturo, është kulmi i gjithë punës së bërë më parë. Bazohet tërësisht te informacioni, analiza dhe gjykimi që kemi bërë deri tani. Çdo gjë që kemi ndërtuar na çon pikërisht këtu. Por para se të veprojmë, duhet kuptojmë se ka 2 lloje vendimesh. Mendojini si 2 dyrë. Disa dyrë mund t'i hapësh e t'i mbyllësh pa problem. Këto janë vendimet e kthyeshme. Për shembull, të provosh një orar të ri për 2 javë. Mund t'i marrësh shpejt, por ka edhe dyrë të tjera që pasi i kalon, nuk kthesh dot më mbrapsht. Këto janë vendimet e pakkthyeshme, si për shembull, të largosh dikën nga puna, por këto duhet i lëvizim ngadalë dhe me shumë siguri. Dhe një gjë e fundit për këtë fazë, duhet të mendojmë si sistem, jo si ngjarje të veçanta. Çdo vendim që marrim është si një gur i hedhur në ujë, krijon val. Duhet të pyesim veten, si do të ndikojë ky vendim për një person të vetëm tek i gjithë ekipi, tek morali, tek mënyra si punojnë, tek besimi që kanë te ne? Mirë atëherë, le ta bëjmë një përmbledhje të shpejtë. Kemi parë një proces me 4 faza, një strukturë e qartë që na ndihmon të marrim vendime më të mira, më të informuara dhe, në fund të ditës, më të drejta. Dhe kjo tabele përmbledh bukur fare. Gjithçka fillon me fazën e parë, me pyetjen: çfarë po ndodh realisht? Pastaj kalojmë te faza e dytë. Pse po ndodh kjo? Më pas te gjykimi, cilat janë opsionet dhe pasojat, dhe në fund te vendimi, cili është veprimi i duhur. Janë 4 pyetje, por ato na udhëheqin në një proces tepër të fuqishëm. Dhe dua ta mbyll me një mendim që mendoj se është thelbësor. Vendimarrësit më të mirë nuk janë ata që i kanë gjithmonë përgjigjet e sakta. Absolutisht jo. Janë ata që pranojnë se mund të gabojnë dhe janë gjithmonë të gatshëm të mësojnë e të korrigjojnë. Kjo dëshirë për t'u përmirësuar, kjo është ajo që bën diferencën. Dhe kjo na lë me një pyetje për të reflektuar. Cilin vendim të vështirë nga e kaluara do ja vlente ta rishikonim tani me këtë proces në mendje? Sepse ndonjëherë, kur shikon prapa me sy të rinj, kjo është mënyra më e mirë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Faleminderit.